Gjithashtu kemi bërë një instalacion të vogël që ju thon gjithë dhe të merrni një pjesë. Kemi sjellë nga një palk put të atyre që nuk janë me ne, të atyre që janë detyruar të largohen nga Shqipëria. Dhe jam e bindur që gjithë secili nga ju po të sjellni nga një palk put që ka ngel në shtëpi nga ata që janë larguar, këtu do bëhet një mal shumë i madh të Holokaustit. Një nga arsyet se jemi sot ka shumë, është se sot është dita e diasporës. Ne jemi një shtet ku shumica e popullsisë jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Ky sistem politik na ka larguar, na ka detyruar të jetojmë larg fundit tonë, ama zemra e gjithë secilit rreth për këtë vend dhe kanë ardhur gjithë këtu sot. Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Shumë shumë bur! Bur, bur, shumë shumë bur! Bur, bur, shumë shumë bur!
gjithve ta këtë fatë në vesh se aji ose me dorëheqje ose me burg. Me shumë mundësi ai do përfundoj prapa e kurave. Ka 10 pleq se Edi Rama na ka quar gjithë në kurbet. Poshtë Edi Rama! Poshtë Edi Rama! E ka spopulluar Shqipërinë. Vjen drejtori Odisej, ashtu edhe Rjoll. Poshtë Edi Rama! Poshtë Edi Rama! Përshëndetje populli më i bukur në botë. Unë jam Saja dhe vim nga Minio dhe doja vetëm të bëja një thirrje. Mendoj që arsyet pse njerëzit janë shesh janë të shumta, por thirrja ime kryesisht ose fillimisht i drejtohet të gjithë prindërve shqiptar, të gjithë ju nëna dhe baballar që fëmijët i keni jashtë ashtu si prindrit e mi. Bashkohuni me ne në shesh për fëmijët e juaj. Të gjithë ju prindër që fëmijët i keni këtu, mos i braktisni fëmijët e juaj në këtë betejë. Ejani me ne në shesh, bashkohuni me ne. 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 Të cilët punojnë dhe mundohen të mbjetojnë në një sistem ku rregullat e lojës nuk janë bërë për ta, por janë bërë për oligarkët dhe bizneset afër pushtetit. Ju lutem, ulni qepena dhe bashkohuni me ne në shesh. Bashkohuni me ne, 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 bashkohuni me ne. Por për të gjitha, për të zhdukur këtë kas politike që ka 30 e kusur vite që pi djersën dhe gjakun e shqiptarve. Unë dua t'ju them vetëm diçka. Mos u dorëzoni, qëndroni të bashkuar, na demoralizojnë. Nëse ne kemi njëri tjetrin, ne doja dalim dhe ne kemi kuptuar se sa e duan njëri tjetrin. Ne kemi shpërë gjithë propagandën që kanë dashur na rrënjosin këto vite, duke na thënë se ne nuk duam njëri tjetrin, duke na thënë se ata që duan të qeveria më të shumë në numër. Përshëndetje. Faleminderit. Mendova të bashkohem me ju sot dhe të ngrej zërin për fëmijën tim, gjithashtu për gjithë fëmijët shqiptar kudo që janë. Duam siguri. E qoma në shkollë dhe nuk më kthye, nga se jo nga pa edukata, por pa kujdesia e këtyre që kanë degraduar arsimin, shëndetësinë e gjitha në radhë. Qeveria e krimit. 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 Ka 18 muaj që protestoj dhe zemra plot për më mbushën sot që për shoh Tiranën të mbushur me rini. Faleminderit, në Shqipëri dhe në diasporë. Faleminderit. Duam drejtësi dhe rrete për gjykata dhe akoma s'ka dalë drejtësia. Duam drejtësi. Faleminderit. Poshtë kjo qeveri e krimit. Poshtë Edi Rama. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Tu sot e ngrej zërin edhe për Eralkon që është në Korçë, që nuk ka fuqi që ato fëmijë të flasin sot, por unë flas në zërin e tyre. Gjithashtu flas edhe për Erionin, që ka nikur në mënyrën më të padrejtë nga qeveria e krimit. Gjithashtu edhe Nelsa Pikun, u jam një nën që rroj çdo ditë me dhimbje,
e t'i kujtoj çdo ditë ato fëmijë se ka nikur nga pakujdesia e tyre. Gjithashtu dua të përmend edhe ato që ikën në mënyrë më të padrejtë, që i shtypin makinat nëpër rrugë, se s'ka siguri. Dua drejtësi për fëmijët tanë, siguri. Dua spitale, se nuk ka asgjë. Sepse Martini mu ta kishim sot, qofse funksionon temperatura e zemrës, por nuk funksionon. Sepse ai fëmijë ishin, edhe ai tjetri, fëmijë ishte. Nuk po vej me faj as atë, por po vej me faj me qeverisë, se s'ka asnjë kusht për fëmijët tanë. Dua drejtësi, vërtetë drejtësi. Faleminderit. Je shqiptar! Unë jam një vajzë shqiptare që sapo kam mbaruar klasën e 5. Si fëmijë dëshiroj të jetoj në një Shqipëri ku do mbizotëroj drejtësia dhe barazia për të gjithë. Duhet të luftohet korrupsioni, që parat e shtetit të përdoren për shkolla më të mira, rrugë më të sigurta, spitale më të mahisura dhe më shumë mundësi për të gjithë. Ne duam një Shqipëri ku sukseset arjen me punë dhe merit, jo me padrejtësi. Të parët tanë e kanë bërë me punë, sakrifica dhe gjatë që ne sot të jetojmë të lirë. Prandaj duhet ta duam dhe ta ruajmë pres pas presi dhe jo ta shesim vendin tonë. Si fëmijë, adhuroj një Shqipëri të fortë, të jemi krenar për historinë e saj dhe mos i harrojmë kurrë sakrificat e të parëve tanë. Rama kur Berisha kur! 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 Përshëndetje, jam Udila dhe kisha disa fjalë për të thënë. Edi Rama, kjo nuk është Shqipëria, se nga Travi ka të Irani, ka të Jotja. Jote mërheqe, Edi Rama, se të nuk është Shqipëria jote. Jote mërheqe. Se dhe babalarët tanë që na shohin nga televizori dhe nuk vi për të protestuar këtu me ne, për gjakun e tij, për lirinë e tij dhe për të drejtat e tyre. Sot na morën Florën, nesër na morin të gjithë Shqipërinë. Edi Rama bur, Rama bur, Rama bur Berisha 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 bur. Mirë gjithëve, u bëhet disa ta ditë, kemi humbur numrin tani. Se sa bën që protestohet një të shesh. Dhe kjo është pjesa jonë e realitetit shqiptar. Ja që në këtë vend ka akoma gjak që zjen në përvena. Nuk është falur gjaku i të parve dhe nuk ka humbur dinjiteti i njerëzve. U bën disa ditë se pyetet përse protestojnë. Protestojnë për arrogancën e këtij shteti. Protestojmë se jemi ndjerë të pambrojtur nga muroja shtetërore dhe jemi lënë jetime flaku në mes të rrugës. Se protestojmë për të gjitha ato makabritete që arrin të shohim në ditët e spitalit, ku fëmijët e larguar amanetin e fundit që marrin nga prindit janë që të mos varrosen pa i parë ata për herë të fundit. Kjo është një tragjedi që vazhdon prej shekujsh e duhet i japim fund. Shumë kush nga ne mendonte se të tilla lloj situatash do venitesh, se e donim Shqipërinë si gjithë Evropa. Jo, morion, ne duam Shqipërinë. Europa do të na pres, po qem të Zot për veten nuk ka derë që të na mbyllet.
Kryeministri, këto ditët e fundit, ka gjetur kohë të merret me 100.000 hallet e shtetit, të merret edhe me memet edhe me influencer. Pse të ndikojnë kaq shumë to? Vallë, kaq tepër e ke kohën sa të merresh me to? Në vend që ti vësh kishtin kokës, e ti kthesh Zotit edhe miletit, duhet kesh edhe një gjë parasysh. Shqiptarët nuk e kanë humbur dinjitetin. Është kjo rini që ti e përdore për të ardhur në pushtet. Është kjo rini që përmbysit gjitha regjimet, që fryn rumejt e tum malet. Ki mendjen e Tirana, ki mendjen çdo pushtetar që do të vi. Ne kërkojmë shtet e jo pushtet. Shteti duhet të karakterizohet nga mirëqenia e njerëzve të tij. E nuk po flas për të gjitha do makabritetet tjera, po përmend vetëm një. Këti vendi me nepotizmin i keni kallur datën, i keni hapur gropun e varrezave të mëdha që mezi po mbyllet. Keni mendjen se mes këtyre njerëzve ka të arrijë e ka njerëz mendje dritur cilët do t'i dalin ballë kësaj. Forca dhe energjia e këtyre të rinjve do duhet orientuar dhe udhëzuar nga mendje driturit e Shqipërisë që kur nuk i kanë munduar. Tu ka intelektual që nuk ja kanë falur shpirtin shejtanit. E do Zoti që ti e shejtani, po ti nuk i kupton do të gjitha këto. Se historia ka treguar se edhe një nën krajnore, kur i shanin të pirin për vendimet që merte, u përgjigj bijtë e nënës, ka rikja po që e mirë ta vinin kokë. E kjo është situata që ti ke krijuar. Lëre dhe ti nga kryon. Rama të erdi fundi, liroj vendin dhe merë të rinë të kristalizojnë sistemin. Ne nuk duam të rënojmë sistemin, ne duam të kristalizojmë atë e jo të bëjmë karbon. Historia ka treguar që sa më shumë qëndroni në përpushtete, aq më shumë e shërbeni atë oborreve tuaja klienteliste. Shqipëria është një tokë që është lagur historikisht me gjak. E kjo tokë vetëm për këtë duhet respektuar. Nuk pranohen më gjak prishur që të flasim për interesat e tyre si kur përshesin o pina dhe shero. Ju erdi fundi, ju erdi fundi, ku janë ambasadat, ku janë historit tona shumë vjeçare me përfaqësit më të nderuara në këtë botë. Ato na kanë ndihmuar në shtetbërje. Pse heshtit? Ne kemi qenë dhe do t'jemi zot këtij vendi dhe do duam gjithsesi e gjithka herë t'i themi mirë se erdhe, çfarë do lloj të huaj kur vjen si mik. Këtu zot ka në këtë vend dhe ju duhet të bëheni përfaqësuesit. Nga kjo turm për atë palo parlament që nuk përfaqëson asnjë prej nesh, ka situata si ato që pa ndër. Antimitingjet ti mund t'i bësh me njerëz detut administratës. Po mos harro se fëmijët e tyre i ke këtu në shesh. Dhe ata fëmijë do i tërheqin prindërit e tyre në bas. Vëri kishtin kokës dhe mos e neglizhon të vend. Dil se kollaj ke kamera ti numërosh se sa shumë janë. Dil se sa shumë ke në përsheshe. Mos kujto se me antimitingje po na glen vëmendjen e po na prish atë që është idhull jon. Kjo shoqëri nuk lufton për interes. Kjo shoqëri po lufton për dignitet. E ai as blihet, as shitet, e as përdoset. Duke ditë kush është në krye të këtij vendit, Ramovici ka qenë infermier të urgjenca Tiranës dhe doni dini të fortën. Ati ka vdekur personi për oksigjen në duart e tij në ambulancë. Është njësoj sikur të vdesi, sikur të ngordhi, më falni sa emocionet, sikur të ngordhi një peshk për ujë në det. A ka sens? Tur. Kauza parë normalisht për babin tim, sepse më ka bërë kokën dhe i them kryeministrit që nuk do të bëj gjë, nuk do të hakmerrem, kam lënë të madhin Zot, ai do të kthejë gjinat, jo vetëm babi tim, po të gjithë shqiptarëve. Dhe kauza e dytë, për herë të parë këtë protest po e përmend. Shumë nga ju ndoshta nuk e dini, po unë po ja them që oligarku tjetër, Armand Duković,
dëshirojnë të organizojnë dire 27-ën Europianin me shkijet e Serbisë. Turp! Dhe që ta dini, se shumë ka ju kanë thënë mos shaj, mos ofendon, nuk do shaj, pa me rak, por do t'ju them fëmijëve me një kulturë dhe me një qytetari më të madhe se çfarë bëjnë oligarkët dhe politikanët bashkë. Ata kanë qef të dhunojnë dhe të ushtrojnë presion në një pjesë trupit e tyre që quhet vithe. Kaq kisha do ta mbyll fjalimin, nesër më shumë, mos u dorëzoni, mos bini prej provokimeve rreth Shqipëria, Shqipëria shqiptarëve, Shqipëria shqiptarëve. Ma jepe dorëheqin, ma jepe dorëheqin, ma jepe dorëheqin, rreth Shqipëria. Ne jemi vënë në pozitën e heqjes së sovranitetit. Por në kohën e fashizmit Të dashur shqiptar, unë nuk kam përgatitur asnjë lloj fjalimi, po desha t'i them dy fjalë Tiranës. Kjo është Shqipëria, kjo është Iria e Tirana. Shqipe sa njerëz jemi shef, nuk do dorëzoheni, nuk do ndaloheni, nuk do rastëhet kurrë. E Tirana, pasi qirë që ka vënë ndorë sot, do t'lidhen ty edhe gjithë pushtetarëve një ditë nga fyti. Do t'ju marrin në zëfar. Ngriheni, bjerëni dhe shteteni, koreni dhe digjeni, katunar dhe puntar, qaj nga Shkodra, qaj në Vlorë. Bonito.